Personin e fotë është Kamber Sulçaj, 48 vjeç, autori i dyshuar i vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Starçit në Tepelin. 48 vjeçari Sulçaj është i shpallur në kërkim nga policia për 3 vepra të tjera penale: vrasje në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, armbajtje pa leje dhe prodhim të shitjeve narkotike. Ngjarja ka ndodhur për motivet krejt banale, mes tij dhe viktimës dhe personave që shoqëronin këtë të fundit. Pati një shenjë për dritat e gjata të makinës. Debati gjeneroi më pas në përdorimin e armës. Autori Kamber Sulçaj qelloi me një qift drejt biznesmenit italian dhe shoqëruesve të tij, si dhe 2 makinave me të cilën udhëtonin ata. Mësohet se 44 vjeçari italian u prek nga plumbi pas bëri rikoshet në asfaltin e rrugës.